Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9. Sindikata e pavarur e Radio Televizionit të Kosovës dhe shoqata sindikale e Radio Kosovës ka njoftuar se do të mbajnë protest para Kuvendit të Kosovës në shenjë pakënaqësie për mospagesën e pagave dhe mos ekzekutimin e buxhetit të RDK-s nga institucionet përgjegjëse shtetërore. Sindikatat kanë shprehur shqetësimin e thellë dhe pakënaqësinë e punëtorëve të RTK-s, të cilët, siç kanë thënë, kanë mbetur pa paga mujore, duke u përballur me vështirësi në përmbushjen e obligimeve ndaj bankave dhe nevojave bazike familjare. Vonesa të tilla të pajustifikueshme sipas tyre po e godasin drejt për drejt sigurinë ekonomike dhe sociale të punëtorëve të RTK-s, dhe se ky veprim përbën shkelje të drejtave themelore të punëtorëve për pak të rregullt dhe kushte të denja pune. Ditë më parë ka organizuar proteste dhe sindikata e punëtorëve të RTK-s. KQZ mbrëm ka shpallur rezultatet preliminare për ballotazhin e zhvilluar në 18 komuna. Lëvizja vetëvendosje ka fituar në Mitrovic të Jugut, në Gjilan, në Fushë Kosovë dhe Obiliq. Partia Demokratike e Kosovës ka fituar në Prizren, në Kaçanek, në Vushtri, ndërkohë Lidhja Demokratike e Kosovës ka fituar në Prishtinë, në Pej, në Dragash, në Viti dhe në Junik. Alianca për Ardhurin e Kosovës ka fituar Gjakovën, Suarekën, Rahovecin dhe Klinën. E në Mamush ka fituar Abdulhadi Krasniqi i KDTP-s, kurse në Klokot Božidar Dejanović i listës serbe. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Kreshnik Radoniqi ka njoftuar se procesi i votimit në 18 komunat ku mbajt raundi i dytë zgjedhor është zhvilluar në mënyrë të qetë dhe pa incidente që do të vinin në dyshim integritetin e procesit. Sipas tij, bazuar në të dhënat preliminare, nga 99% e vendvotimeve kanë votuar rreth 500.000 qytetarë, që përbën 32.64% të votuesve me të drejtë vote. Në raundin e parë, pjesëmarrja ishte 38.91%. Radoniqi ka bërë të ditur se votat me post pritet të vinë gjatë javës së ardhshme. E policia e Kosovës ka njoftuar se në aspektin e sigurisë, procesi zgjedhor ka kaluar i qetë dhe pa incidente serioze. Ndërkaq prokurori i shtetit ka bërë të ditur se ditën e votimit janë ndaluar 3 persona për vepra penale kundër të drejtave të votimit. OSBE dhe BE kanë vlerësuar organizimin e suksesshëm të raundit të dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë, duke përgëzuar KQZ-n për profesionalizëm dhe për kushtim në forcimin e demokracisë. Shefi i misionit të OSBE-s në Kosovë, ambasadori Gerard McGurk, ka vlerësuar punën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe të gjithë atyre që kanë qenë të përfshirë në organizimin e raundit të dytë. Ai ka theksuar se përkushtimi dhe profesionalizmi i institucioneve zgjedhore kanë forcuar demokracinë në vend. E ushtruesja e detyrës së ambasadorit të Bashkimit Evropian në Kosovë, Eva Palatova, e ka cilësuar këtë proces zgjedhor si një dëshmi të demokracisë në vend dhe ka vlerësuar përmbytjen e suksesshme të ciklit të zgjedhjeve lokale. Mbretëria e Bashkuar po dërgon pajisje mbrojtëse për të ndihmuar Belgjikën të përballet me dronët që po paraqiten. Britania po dërgon ekspert dhe pajisje në Belgjik për të ndihmuar atë të luftoj dronët që po paraqiten atje, ku si pasojë aeroportet u mbyllën përkohësisht. Dronët janë parë mbi aeroporte dhe baza ushtarake në Belgjik gjatë javës së fundit, duke shkaktuar ndërprerje të mëdha në të gjithë Evropën në muajt e fundit. Kreu i forcave të armatosura të Britanisë, Richard Knighton, i ka thënë BBC se homologu i tij belg i kishte kërkuar ndihmë dhe se pajisjet e personeli ishin rrugës. Ai shtoi se ende nuk dihet se kush qëndronte pas pamjeve të dronëve, por vuri në dukje se Rusia ka qenë e përfshirë në një model lufte hibride në vitet e fundit, edhe pse kjo e fundit po mohon çdo lidhje me incidentet.
Dronët që u pan duke fluturuar mbi aeroportet që shërbejnë kryeqytetin Brukselin dhe Liezhin detyruan devijimin e më shumë aeroplanëve që po vinin dhe uljen në tokë të disa që duhej të niseshin të martën. Pamjet e dronëve detyruan gjithashtu mbylljen e përkohshme të aeroporteve në disa vende, përfshirë Suedin të Ejtën. Ministri Gjerman i Mbrojtjes sugjeroi të premten se ekziston një lidhje mes incidenteve të fundit me dronë në Belgjik dhe diskutimeve mbi përdorimin e aseteve të ngrira ruse që mbahen nga institucioni financiar belg Euroclear për të financuar një kredi të madhe për Ukrainën. Të nderuar shikues, ishte kjo tëra që kishim përgatitur edhe për këtë edicion të lajmeve. Për këto dhe zhvillimet të tjera takohemi në edicionin e orës 11. Ne ju falenderojmë për vëmendje, miru pafshim.